Kujtohet si sot kur e morëm lajmin se Nasiminja u vra. Tash unë gjithmonë isha si më i vogël të këqër. Theke po valla Qamil më kanë përdor theke. Adi duarve theke kombe shpinës. Tregoj që nuk do ke më thanë që e kanë rre për më në lëndu neve, po më kanë përdor theke. Unë vi nga një familje e varfën, e përvujtur nga ish sistemi. Në vitin 81, unë isha i palindur, derisa në atë kohë arrestu vllavë jam, i cili u dënua me 3 vjet e gjys. Në periudhën sa ishin në burg, unë linda dhe ai ishte i dënuar me Nasimi Elsonin, dëshmorin e parë i cili u vrau me 27 janar të vitit 1990, të cilët të dytë bashkë kishin një dosje. Kur linda unë, ata ishin në burg, dhe emrin më ngjetën nga burgu. Dhe masi u liru nga burgu, pastaj tu fillu morrit, ka mosha 5-6 vjeqare, mora vesh që emrin ma kanë gjetë Nasimia, Nasimi Elshoni, Majun Zeka vllau dhe Mergjan Avdyli. Edhe u rriça me atë frymë, po kur unë isha 6 vjeç, Nasimi Elshoni u vra në protestat e janarit, me 27 janar të vitit 1990. Kujtohet si sot kur e morëm lajmin se Nasiminja u vra. Ishëm në shtëpi të vjetër në atë kohë, ishte motra dhe një mbese jonja, po nga i fshati cili kishte kusheri. Edhe vjen dikush në thët, është vrau tha Nasiminja. Edhe një tu piskat, ku vrau Bacanes. Tash unë si fëmijë edhe e njifsha. Realisht unë kam mendu që ajo është antari i familjes tonë. Se përpara ku fleshëm nod, unë fleshna me vllavin që është pak më i madh se unë, ndërsa vllavi i madh na fleshëm që është në djathtë, vllavi jon i madh në mes. Në anën e majtë kemi pas gjithmonë shtratin shtrut për Nasiminjën. Edhe ai vinte natën, se ai ka qenë i kyçur në lëvizje, edhe e merr shumë vesh kur a ka qenë, apo s'ka qenë vesh në mëngjes kur e sheshëm shtrati, është i tallavitën apo jo. Ish kjo një goditje si fëmijë, gjithmonë po flas si fëmijë, në vrani njëri i familjes. Duke vazhduar tu rrit gjithmonë në familje tonë, ka pas biseda baba me vllaznit e vet, djemtë e hoxhës gjithmonë kanë pas biseda rreth politikës aktuale të asaj kohës, që u bëshin torturat ndryshme ndaj popullatës tonë, edhe unë isha i rritur në atë frymë. 95-ën, në mëngjesin, nuk më kujtohet muj, ish mëngjes, ora 5 i mëngjesit diku. Në atë kohë kishë marru një shpina ma 3, po i kishëm qetë pikën jashtë edhe veç një ode kishëm nëreq. Edhe pjesa tjetër, unë e vllavje nona, fleshëm shpi tjetër, baba flajka ndodë. Edhe më kujtohet në mëngjes herët një serin e policijës, një serin e holle aty në zastave, edhe dalëm unë me këtë vllavin edhe nona. Ishëm kërën e policëve aty. Ako një zvonk, ato ako njoftë, si thmi se ty njoftë kjo edhe ka pas ndodhë një zjarë, ka pas kallë një ogjë, ka pas kallë një kashtë, edhe kujë nërtë, atë policë si harroj qerën, zvonk edhe njëti policë, ako kërë ka thërë babën për armë. Dollëm edhe për më pëtë, tha është Murati, tha në shpi, pëtë vllavin që ishë pak më i malsion. Tha po, është ta thire. Shkum atje në
pa të rëkitëm dhe jo, bab, ku që, ha? Milicia, thash, të dera, helikofta. Edhe jalan një fëtiri me orët njëse, që ditë më njës, mos orës ti. Shkoj e erdhën mramje, ku erdhën mramje, erdhën vllazët e babës, e gjallarët e djemë të hoxhës. E shesh nga baba ftyre, e ma vjosur. Tash, bisedon të me vllazët e vetë, atë mundu unë e kështu. Tash unë gjithmonë isha si ma i vogli dhe të këqër. Theke, po vëlla, Qamil, më kanë përdorë, theke. Adi, duarve, theke, kombe, shpinës, të regoj ke që, nuk do ke me thanë që e kanë re, për më në lëndu neve, po, më kanë përdorë, theke.